Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë pak thashethemet më të fundit, do flasim për thashethemet rreth marrëdhënies së çifteve, rreth personazheve publik, në fakt që kanë bërthyer dashurinë e publikut. Që nga Ed Manushi, që nisi këtë Top Aren, që realisht është Top Arena më e suksesshme që ka patur televizioni Top Channel dhe për këtë gjë duhet vlerësuar Manushi, sepse unë mendoj që duhet të kesh zgjuarsi, duhet të jesh strateg, se si ta sjellësh këtë spektakël futbolli që të ketë një shikueshmëri të jashtëzakonshme. Tani, pa marrë parasysh, shumicës nuk i pëlqen mënyra se si Ed Manushi ka përzgjedhur që këtë vit të ketë Top Arenën, po nëse futemi edhe në kampionët e televizionit Klan, për shembull të hedhim një sy, është pothuajse një atmosferë, një ambient i bukur festiv. Dhe unë mendoj që Top Arena, bazuar këtu edhe tek kampionët, më së shumti fokusin e ka tek festa, do me thënë të festojnë, të komentojnë, të qeshin, të ketë sens humori brënda, do me thënë një orë emision allegro, se sa të jetë një emision i fokusuar vetëm në analizë futbollit, do me thënë vetëm në komentim të futbollit, një podcast i thjeshtë. Mua përkundrazi, më pëlqen mënyra se si Ed Manushi e ka përzgjedhur që ta bëj këtë Top Arena, se po të mos ishte Ed Manushi, do me thënë me këtë përzgjedhjen, besoj që edhe Brikena dhe Mateo, që janë dyshja më e komentuar, nuk do të ishin të komentuar kaq shumë deri më tani. Tani, dua të flas pak për statusin e Brikenës dhe Mateos, për formën se si ato kanë përzgjedhur që të vinë në këtë Top Arenë, dhe pse kjo gjëja ndikon kaq shumë, do me thënë, në privatësinë e tyre. Do me thënë, pse kjo gjëja ndikon kaq shumë dhe pse njerëzit e quajnë si çift, apo kam dëgjuar, do me thënë, shumë pikpyetje, pse e quajnë si çift privat, apo si çift të ndarë, Brikena dhe Mateo, apo si çift fake, shkurt e shqip. Unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë duke respektuar pafund statusin të cilin e kanë marrur në Top Arena. Dhe Mateo është në këndin e tij, një kënd i mrekullueshëm, që në momentin e parë kur u publikua promo dhe që në momentin e parë kur e kuptuam se kush do t'ishte, Ed Manushi Mateon e quajti energjin e këtij spektakli, dhe nëse e shohim në mënyrë të detajuar, Mateo bën energji në Top Arena. Nga ana tjetër, Brikena e kishte një nismë të parë televizive këtë gjën, por ishte një nismë shumë interesante, me shumë dinamika, me shumë pozitivitet, me shumë energji të mirë, që në fakt Brikenës i nxori edhe një dimension tjetër që ne nuk e kishim parë te Brikena. Për shembull, në Big Brother Brikena nuk ka patur mundësi që të luan rolin e një moderatores, do me thënë e pam Brikenën edhe në këtë stat që është e mrekullueshme dhe të gjitha këto dimensione përbëjnë atë dimensionin e artistit, dhe jo më kot Brikena dhe Mateo janë aty. Dhe mua kjo gjë që po ndodhën, realisht nuk është se më shqetëson shumë, sepse Brikena dhe Mateo në fund të ditës janë shumë mirë, thjesht janë duke respektuar pozicionet e tyre të punës, do me thënë respektojnë kontratën të cilën e kanë nënshkruar. Brikena për emisionin për atë rubrikën Kaç me Brikin, ndërsa Mateo në rubrikat e tjera brenda procesit sportiv. Do me thënë, mendoj që është një lëvizje tepër e bukur që po bëjnë çifti. Tani, shumica thonë, i dëgjoj edhe në për intervista, do me thënë që Brikena dhe Mateo janë një çift fake, ato nuk janë të vërtet.
ato janë të ndarë, ato të gjithën këtë gjën e bëjmë për një kontratë, ato të gjithën këtë gjën e bëjmë për vëmendje, do me thënë po i përdor Ed Manushi, kjo është loja e Ed Manushit, etj etj. Unë mendoj që në këtë mes, tani vetëm logjikën ta kemi pak më të prefët dhe ulemi dhe mendojmë, si mundet Ed Manushi të merr dikë me zor që të përdor? Brikena dhe Mateo po të ishin të ndarë, ato nuk bënin lëvizje siç bëjnë, domethënë nuk kishin biseda me njëri tjetrin, nuk kishin takime me njëri tjetrin, nuk kishin shikime me njëri tjetrin, Brikena i jepte përqafime Mateos, i qëndronte afër, i falte dashurinë. Por unë mendoj që Brikena dhe Mateo janë duke mbajtur një distancë televizive, dhe shumë normale është distanca që po e mbajnë, sepse respektojnë rrugtimin e tyre. Tani, që ka në këtë mes, do me thënë pak edhe marrëveshje, është më se normale kjo, se në për të gjitha televizionet, në për të gjitha spektaklet, do ketë mekanizëm dhe formë se si spektakli të mbërthej audiencën për ekrani, se si spektakli të bëj publikun për vete. Po këtu nuk do të thotë që Brikena dhe Mateo e përdorin historinë e tyre, Brikena dhe Mateo përdor ndjesinë e tyre për të qenë të pëlqyer në Top Channel dhe për të qenë të pëlqyer te Manushi, jo përkundrazi. Unë mendoj që do të thënë është një zinxhir i gjërave të cilat po bashkëpunojnë për të sjellur një spektakël të bukur dhe për të bërë gjëra fantastike. Po nuk mundemi të gjithë barën e gjës t'ia vëm Brikenës dhe Mateos dhe nuk mundemi të gjithë barën e gjës t'ia vëm X-it apo Y-it, sepse ne kështu duam ta mendojmë. Domethënë, unë e shoh thjesht një Brikena dhe një Mateo që kanë marrë një vëmendje të jashtëzakonshme nga ky spektakël, domethënë kanë puthtuar, le ta themi, çdo rrjet social, të gjithë flasin për to, të gjithë komentojnë për to. Dhe nga ana tjetër, shoh një Ed Manushi që mundohet që ta bëj punën sa më bukur që në fund të ditës të sjell një spektakël goxha të suksesshëm. Tani, a i takon Brikenës edhe Mateos që të jetë pjesë e këtij spektakli, apo a i takon këtij spektaklit që të ketë përzierje të ndryshme të gjërave, të rubrikave, të situatave, mua më duket më se okay, sepse është një spektakël me plot ngjyra, është një skenë me shumë ngjyra, zakonisht brenda në këtë skenë duhen ngjyra arti, futbolli është art më vete, sporti është art më vete. Mendoj që nuk është i nxjerrur nga kornizat, por unë jam i bindur që çifti është në rregull, ka një raport jashtëzakonisht të bukur, por normalisht duhet bëj edhe lëvizje pak të tilla për të qenë në qendër të vëmendjes, sepse sot gjithmonë fitojnë ato të cilët janë në qendër të vëmendjes. Edhe pse realisht Brikena dhe Mateo nuk është se janë duke bërë ndonjë gjë të madhe, ato përsëri po ta shikojmë në mënyrë të detajuar, kanë shikime, kanë buzëqeshje me njëri tjetrin, kanë sinjale brenda domethënë gjatë realizimit të Top Arenës. Tani ky largimi i Brikenës normalisht ngriti edhe pikpyetje të tjera, po nuk do të thotë që Brikena dhe Mateo nuk është se nuk kanë raporte, apo duhet t'i gjykojmë për formën se si ato në fakt kanë përzgjedhur që të vinë në këtë spektakël.